Mateo është rikthyer në qendër të vëmendjes në rrjetet sociale. Këtë herë për një detaj që lidhet me unazën e martesës. Ish finalisti i Big Brother duket se e ka marrë seriozisht këshillën e partneresë së tij, Brikenës, që unaza të mos hiqet nga vendi. Gjatë qëndrimit në shtëpinë e Big Brother, Mateo u komentua disa herë pasi e kishte haruar unazën në tualet. Këto momente u kthyen shpejt në temë diskutimi mes ndjekësve. Tani, ai duket se ka gjetur një zgjidhje praktike për të shmangur çdo incident, sidomos gjatë stërvitjes. Në fotot e fundit që po qarkullojnë në rrjet, Mateo shihet në palestër me unazën të vendosur në një zinxhir rreth qafës. Ky detaj ka mjaftuar që ndjekësit ta komentojnë me humor, duke e lidhur veprimin e tij me ultimatumin e Brikenës. Në këtë mënyrë, Mateo e mban unazën gjithmonë pranë vetes, edhe kur stërvitja bëhet më intensive.